Të dashur miq, është nder i madh të flasësh në këtë zonë, sepse këtu përgjegjësia qytetare, betejë qytetare me mafjen dhe krimin, guximi qytetar në këtë betejë shënoi rekorde europiane, rekorde të papara. Ndaj dhe unë jam sot këtu para jush për t'u garantuar ju, banorëve të Astirit, se në planin, në projektin e qeverisarshme, adresimi me urgjencë i të gjitha problemeve të krijuara nga urrejtja që qeveria e Edi Rams ka çfryrë ndaj kësaj zone, nga injorimi dhe bojkoti që i ka bërë, do t'jetë përparësi e madhe. Garanci për këtë janë do jenë deputet tuaj, kryetari i Partisë Demokratike tuaj, do t'jetë Sali Berisha. Ju që mbrojtët vlerat qytetare, mbrojtët banesat tuaja, ju do të keni infrastrukturën më moderne, arsimore, shëndetësore, rrugore dhe të gjithanshme. T'imagjinosh një zonë kaq të madhe, pas një kopsht, pas një çerdhe, do të thotë kesh urrejtje për fëmijët, dhe ai që urren fëmijët, ai është ligësi e të gjitha ligësive. Të lësh një territor kaq të gjerë, një popullat që shkon në 60.000 banor, pa shkollë, do të thotë të rresh fëmijët, shkollim në tyre, të ardhmen e tyre, do të thotë je aftë për shumë krime, po Edi Rama nuk habit njeri. Sepse ai këtë qëndrim të dashur miq mban edhe ndaj atyre trive dhe trejave, burrave dhe grave, heroj të vërtet, që përballen me smundje të rënda në spitalin onkologjik dhe spitalet tjera të Shqipërisë, të cilët ministrat, drejtorët e tij i lanë pa ilaçe, ju vjedhin lekët e ilaçeve dhe i lënë në mëshirë të më të keqes smundjes. Ju jap fjalën e nderit se kjo situatë dramatike do marrë fund brenda 100 ditëve të para. Nda 19 vjetë më parë, tek kundërshtonin ndërtim në rrugës Kombit, ja u thash një fjalë atyre të hujve,
se rrugën do të ndërtojmë qoftë dhe me vath, byllëzykt dhe stolit e grave tona. Atë rruga u ndërtua dhe ato nuk u preken. Po unë garantoj çdo të smur në këtë vend. Garantoj çdo të smur në këtë vend. Se nuk do të mungojnë kur në ilaçet për shtetin tuaj. Se dhe sikur të mos kishim, përsëri them atë që thash për rrugën, vath, stolit e grave do t'i shistim që ju të mjekoj, po s'ka nevoj të shesim as një stoli, as një vath, i kemi gjitha parat, por duhet të ketë shpirt, ai që u len ju pa ilaçe, ai që u len ju pa ilaçe, ai është, mund t'i vesh çdo epitet, po vetëm njeri nuk është. Ai që u len ju pa ilaçe, ai kryen krime kundër njerëzimit dhe është i aftë të bëjë gjithçka. Kështu që 3 muajt e parë merr fund ky kalvar dhe të shqiptarët do kenë të njëjtën listë ilaçesh që ka sot me rimbursim Republika Italiane. Po njeriu që shkelmon mbi fisnikri njerëzore, njeriu që shkelmon mbi bamirësinë njerëzore, mbi dhimbshuri njerëzore, është vite dritë larg nga njeriu i qytetruar. Ka vetëm formen, as gjët përbashkë me te. Miqtë e mi, unë dëgjova me interes mësuesën e nderuar këtu. E garantoj, atë dhe të gjithë prindërit e fëmijët, se arsimi do t'jetë përparësi absolute. Dhe se vendosja arsimit në përparësi absolute, rikthimi i tij në bashkosin, modernitet, kërkon para zgjithash vendosjen e mësueses dhe mësuesit në pjedestal. Rrog më të ulët se 1.500 euro mësuesit nuk do të kenë. Jo, shkollat do të jojnë shkallën më të thellë të digitalizimit. Paksimin e numrit të nxënësve në 20-25 nxënës në klasë. Heqjen e gjitha turneve në shkolla. Shkollat do të jenë një përparësi e madhe që përsëri të marrim rrugën drejt cilësisë, të ngjitemi në majat e cilësisë arsimit, si kushtit gjitha kushteve, që kombi të ketë të ardhmen e tij, të zhvillohet dhe të begatoj. Miqtë e mi, në Valencia unë informova audiencën europiane se
Se në 10 vite nga si pas statistikave të tyre, nga Shqipëria u larguën 1.099.000 shqiptarë vetëm për zonën e Shengenit. Kombi po boshatiset. Shkaku kryesor i këtij largimi masiv është varfëria, është papunësia. Ju lutem, i ndigjoni pak Edi Ramën dhe ministrat e tij, çfarë thonë? Dje sikur fliste për qartë. Punësimi, thoshte, arritur dhe papunësinë do ta zbresim në 6%. Ju garantoj. Po vetëm në 10 vite kanë ikur 600.000 të ri, 600.000 krah pune. Ky pa mshirë tallet me shqiptarët. Ja u them unë, merrni statistikat. Prodhimi ka 3 vite që bie në mënyrë dramatike nga viti në vit. Eksportet nga viti 2023 në vitin 2024, si pas statistikave të tij që ai nuk i lexon, ranë me 32%. A e dini ç'do thot kjo, mik? Do të thot që të paktën minimumi 50-60.000 shqiptar humben vendet e punës dhe i punësoj Edi Rama në Itali, Greqi, Gjermani dhe vendet tjera. Pra, vendet e punës shkatrohen. Ndërmarrjet falimentojnë nga rënja e euros, kurse ai i papërgjegjshëm vërtitet nga një shesh në një tjetër duke u thënë se është ulur papunësia në mënyrë të ndjeshme, se janë punësuar kaq dhe aq në një kohë kur që të gjithë punësohen në dhera të tjera, në vende të tjera. Miqtë e mi, programi ynë është programi ndryshimit të Shqipërisë. Programi me të cilin ne do vendosim minimumin jetik 200 euro. Çdo pensionist me pension ndën 200 euro. Dhe sot janë mbi 560.000 pensionist me pension ndën 170 euro. Çdo qytetar në ndihmë ekonomike, çdo fëmijë me një prind, çdo student me bursë, 100 ditë të para të qeverisjes tonë do kenë minimumin jetik 200 euro. Rroga minimale. Rroga minimale do të jetë 500 euro. Rroga mesatare 1.250 euro. Kjo është rruga jonë. Kjo është vrapi ynë. Gjersa të dalim në krye të gjitha vendeve të rajonit për rroga dhe pensione. Gjersa ne, për djersën tonë, të jemi njerëzit më mirë të shpërblyer. Shqipëria është e pasur. Shqiptarët kanë mundësi
të jetojnë në mirëqenje dhe begati, kanë mundësi të ndërtojnë të ardhmen e tyre në këtë vend të bekur, të realizojnë ëndrat e tyre në Shqipëri, por duhet të çlirohen, duhet të votojnë me datën 11 maj ndryshimin, rotacionin. Sot, të them të vërtetën, u ktheva nga Valencia, por kur unë u tregoja kryeministrave të tjera, kolegëve, kryeministrave të vendeve tjera për djegësin e Tiranës, ju them me sinqeritet, shprehnin habi të papërmbajtur, habi të papërmbajtur, dhe më duhej t'ja u ktheja dhe riktheja bisedën se një ndodhi të tillë nuk ka të përshkruar.